Malizi u jep naftën bujshve pa përjashtime, ndërsa Shqipëria i mban peng me kuota, burokraci dhe klientelizëm. Ndërsa qeveria e Malit të Zi njofton se do të rikthejë bujshve të drejtën për rimbursim akcize për naftën e përdorur në bujqësi, një praktikë që ishte e parashikuar në ligj por kur zbatuar. Shqipëria vazhdon të ushqejë një skem burokratike të paqartë dhe shpesh selektive për shpërndarjen e naftës së subvencionuar për fermerët. Ministria e Financave në Podgorica ka futur për konsultim publik projekt ligjin për ndryshimet në ligjin për akcizat, duke shpallur zyrtarisht se bujqit do të përfitojnë kthimin e akcizës për karburantin që përdorin për mekanikën bujqësore. Një masë që ka qenë në letër prej vitesh, por që më në fund po kthehet në realitet fal presionit, protestave dhe përputhjes me standardet e Bashkimit Evropian. Kosto për buxhetin publik vetëm 1.1 milion euro në vit, një shumë minimale për një efekt të drejtë për drejtë në prodhimin bujqësor dhe ekonominë rurale. Në të kundërt, Shqipëria vijon të operojë me një sistem të naftës pa akcizë që më shumë është një makinë propagande sesa një mbështetje reale për bujqësinë. Skema e shpërndarjes funksionon me aplikimet digjitale ku fermerët duhet të regjistrohen për të përfituar kuotat e tyre vjetore. Por ky sistem është shpeshherë selektiv dhe i manipuluar, ku përfituesit zgjidhen mbi bazë afërsie politike, ndikimi lokal apo interesa klienteliste. Fermerët e vërtet që nuk janë pjesë e rrjeteve të partisë nuk arrin të marrin kurrë sasinë e naftës që u takon. Të tjerë që kanë njohje apo janë pjesë e rrjetit pushtetit përfitojnë shumë fishin e nevojave reale në dëm të sektorit dhe të drejtësisë ekonomike. Kjo qasje selektive jo vetëm që dëmton bujqësinë shqiptare, një sektor që tashmë po përballet me zhpopullimin, mungesën e tregut dhe konkurrencën e pandershme të importeve, por edhe minon besimin e qytetarëve tek institucionet. Nafta për bujqësinë nuk mund të jetë privilegj, duhet të jetë një drejtë universale për çdo fermer aktiv, pa dallim zone, partie apo lidhjesh personale. Malizi ndon se me buxhet dhe kapacitete më të vogla se Shqipëria po jep një shembull politikash të barabarta dhe realisht mbështetëse për prodhimin vendas. Shqipëria që pretendon të jetë lider në Ballkan për reformat agrare dhe digitalizimin, po dështon aty ku rëndon më shumë, tek barazia dhe funksionimi i shtetit për qytetarët. Në këtë dritë nuk është thjesht një çështje teknike e politikës fiskale, është një çështje e thellë drejtësie ekonomike, moraliteti shtetëror dhe funksionimi të barabartë të ligjit.